Zoti Ismani, po ashtu flitet shumë për një largim të zotit Mejdani si ambasador në Maqedoninë e Veriut. Mendoni që pikërisht kjo është arsyeja, fakti që dolin në mbrojtje të studentëve? Po shihni tani, në qoftë se flasim në detaje dhe në qoftë se bëjmë një analizë të situatës politike këtu në Maqedoni, asnjë arsye nuk ka pasur për largimin e ambasadorit të Maqedonisë, të ambasadorit të Shqipërisë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që partitë politike që veprojnë në pushtet dhe veprimi i ambasadorit i cili nuk shkon në interes të këtyre partive, mendoj se iniciativa pikërisht është e tyre, me sa kam informacione që ata po bëjnë një lloj peticioni për të mbledhur disa firma dhe për të larguar. Në qoftë se politika shqiptare e Shqipërisë do të binte në ndikimin dhe provokimin e këtyre partive politike, atëherë unë mendoj që kjo nuk është një sjellje dhe një qasje korekte. Me sa shoh unë më ngacmuese në raport me ambasadorin e Shqipërisë këtu tek ne, më ngacmuese janë partitë politike shqiptare se sa ata maqedonase.